Është një shishe plastike e lënë në anë të rrugës sot, me shumë mundësi do të jetë ende aty në vitin 2400. Është një kozgjatje absolutisht e frikshme, nëse mendon. Është vërtet e frikshme, po. 400 vite nga tani, kush e di çfarë civilizimesh mund të zbulojnë ato copë plastike që dikush e hodhi nga dritarja pa e menduar 2 herë. Fiks, pa e menduar fare. Por kjo ngrej një paralele shumë interesante për diskutimin tonë të sotëm, ku do të bëjmë një analizë të thelluar të materialeve nga fushata The Green Responsibility. Po sigur një zakon i vogël, domethënë një veprim i thjeshtë që një prind i mëson fëmijës sot në shtëpi, të zgjas, po ai gjatë. Dhe ky është një ndryshim i jashtëzakonshëm i perspektivës. Materialet që po analizojmë sot duket se ofrojnë një përgjigje për një dilemë shumë specifike, atë se si ta kthejmë këtë ankthin global për mjedisin, këtë ndjesinë e pafuqisë, në një veprim praktik brenda shtëpisë. Ësakt. Dhe nuk jemi këtu për të folur me terma shkencor apo të japim leksionet mërzitshme. Misioni i kësaj analize është të shohim se si diçka aq e rëndomtë sa ndarja e plerave mund të kthehet në mjetin më të fuqishëm të edukimit për një fëmijë. Sepse fundja riciklimi nuk është thjesht një detyrë shtëpie, është një përgjegjësi ndaj të ardhmes dhe mbi të gjitha një mënyrë se si formohet karakteri i brezave të ri. Okej, le ta zbërthejmë pak këtë pjesë, sepse zakonisht flasim për shkrirjen e akullnajave dhe rritjen e oqeaneve. Po, gjithmonë me këto skenaret apokaliptik. Tamam. Dhe një prind i thjesht mund të thotë me vete, po çfarë mund të bëj unë për këtë nga kuzhina ime? Por para se të kalojmë të zgjidhjet praktike, duhet kuptojmë thelbin. Ne jemi mësuar ta shohim ndotjen si një problem estetik, si një rrugë e pisët apo një park i mbushur me letra. E vërtet, e shohim thjesht si diçka të shëmtuar për tu parë. Por ajo që më goditi vërtet nga burimet është konceptimi i ndotjes si një transakcion financiar brezash. Është fiksi të marrësh një kredi me interesat çmendura sot, të blesh diçka të parëndësishme dhe t'ja lesh fëmijës tënd ta paguaj pas 50 vitesh. Një borxh i papaguar, domethënë. Eksaktisht. Ndotje nuk avullon me magji. Çdo gram plastike që hidhet në natyrë, thjesht i faturohet brezit tjetër. Ata do ta paguajnë faturën. Ajo që është magjepse këtu është se kjo faturë nuk është vetëm ekonomike. Burimet theksojnë fort se është thellësisht shëndetësore. Ne shpesh e shkëpusim veten nga ekosistemi. Po, na duket sikur natyra është diçka atje jashtë, larg nesh. Fiks. Mendojmë për një ari polar në rrezik ose një pyll të largët, por ajo shishja e vitit 2400 shpërbohet në mikroplastik, hyn në ujërat nëntoksor, kalon te bimët, te kafshët dhe ku përfundon? Në pjatën e darkës atij fëmije që një prind po përpiqet me aq mund të arrisë të shëndetshëm. Wow! Pra, kur i mësojmë fëmijëve të mos ndotin, ne praktikisht po mbrojmë drejt për drejt shëndetin e tyre. Eksaktësisht, ne nuk po mbrojmë thjesht një koncept abstrakt të quajtur natyrë, ne jemi duke mbrojtur mushkëritë e tyre, ujin që do të pinë, qelizat e tyre. Është një mbrojtje egoiste, por në kuptimin më të mirë të fjalës. Megjithatë, më duhet të bëhem pak avokati i djallit këtu. Urdhëro, të dëgjoj. Të flasim hapur, sepse është diçka që besoj e mendon kushdo që na dëgjon. Të ndash me turinat është shumë bukur. Por kur lexon që korporata masive apo industritë të tëra naftë hedhin mijëra ton mbetje në oqeanet çdo ditë, a nuk duket kjo përpjekja në kuzhinë si të provosh të shpëtosh një anije që po mbytet me një lugë çaji? Kjo ngre një pyetje vërtet të rëndësishme. Është barjera psikologjike më e madhe sot. Në fakt, është miti i parë që trajtohet në dokumente. Ideja që një person i vetëm nuk bën ndryshim. Sepse vërtet ndihesh i pafuqishëm. Pse duhet të lodhet një prind pas një dite të gjatë pume? E kuptoj plotësisht atë lodhjen, por ky mit shpërfillohet nga një logjike thjeshtë e tregut. Korporatat nuk e prodhojnë gjithë atë plastik për qef. Ato thjesht ushqejnë kërkesën e miliona familjeve. Nëse 1 milion familje thonë se luga e tyre nuk bën punë, amia mbytet. Pra, është kërkesa jon që i mban në punë. Fiks. Por nëse 1 milion familje menaxhojnë mbetjet e tyre, krijohet një infrastrukturë e re. Një shishe e ricikluar është një kërkesë më pak për plastik të re. Prindrit nuk po bëjnë thjesht punë shtese, ata po tregojnë se veprimi një familjeje është shkëndija e duhur. Është si një votë e përditshme, domethënë. Tamam si një votë. Dhe këtu lidhemi me atë mitin e dytë, që riciklimi është shumë i vështirë. Je lodhur në punë, fëmijët qajnë dhe të duhet të ndash xhamin nga plastika, duke torturë. Po, absolutisht. Por çfarë po kursejmë në të vërtetë me këtë gjest?
Sepse dëgjojmë shpesh atë frazën klishe, kurse në energji. Çfarë do të thotë kjo praktikisht? Le ta imagjinojmë fizikisht. Për të bërë një shishe të re, duhet të nxjerrësh naftë, ta transportosh me anije, ta çosh në rafineri, ti bësh procese kimike në temperatura ekstreme. Është një zinxhir tmerrsisht i gjatë dhe konsumon jashtëzakonisht shumë energji. Ndërsa riciklimi? Ndërsa kur ti e ndan atë shishe, ajo thjesht lahet, coptohet dhe shkrihet. Kërkon vetëm një fraksion minimal të asaj energjie. Nuk je duke bërë thjesht një gest të mirë, ti je fjalë për fjalë duke kursyer karburant që do të digjej kot. Wow. E thënë kështu ti jep një lloj fuqie. Nuk po hedh plera, po i kthejmë mbrapa sistemit burime. Po prit se kemi edhe mitin e tretë nga burimet tona. Ai është ndoshta më frustruesi nga të gjithë. Fiks. Ideja që nuk ka rëndësi çfarë hedh, sepse në fund makineria i ndan të gjitha vet. Kam dëgjuar njerëz të thonë, hajde se e ndan fabrika. Për shembull, çfarë ndodh nëse dikush fut një kuti pice plot me vaj bashkë me gazetat e pastra? Shiko, ky është rasti klasik kur një veprim i pamenduar mund të shkatërrojë punën e gjithë komshinëve. Letra riciklohet duke u përzier me ujë për t'u bërë si quall. Nëse aty ka vaj nga kutia e picës, vaj dhe uji nuk përzihen. Po, ky është rregull bazë kimie. Edhe çfarë ndodh? Ai vaj njollos gjithë masën e re, dobëson fibrat, dhe një kuti e vetë me pice mund të kontaminojë qindra kilograma letër të pastër. E gjitha ajo sasi shkon dëm në landfill. Prit, seriozisht. Pra papërgjegjësia ime për një kuti zhvlerëson gjithë mundin e 10 familjeve të tjera. Fatkeqësisht po, ndaj burimet theksojnë kaq shumë ndarjen në shtëpi. Makineritë nuk janë magjike. Disiplina në ato kuzhinën e vogël vlen shumë më shumë se çdo teknologji. Dhe këtu bëhet vërtet interesante se si e përkthejmë këtë në diçka që fëmijët ta kenë qef. Ndarja e mbeturinave nuk ka pse të jetë një detyrë e mërzitshme. Burimet sugjerojnë që t'i kthejmë koshat me ngjyra në një lloj loje. Një lojë rënditjeje fiks. Fëmijët e duan këtë. Tamam, si një mision sekret ekologjik. Në vend që t'i thuash fëmijës, hidhe këtë plerë, mund t'i thosh, "Okej, detektiv i vogël, ky është koshi i verdh, çfarë do gjejmë sot për të çuar aty?" Ata mësojnë duke u argëtuar, e kthejnë kuzhinën në një lloj miniere burimesh. Kjo idea e minierës së burimeve është fantastike për zhvillimin e tyre kognitiv. Kur fëmijët përfshihen në riciklimin shtëpiak, ata zhvillojnë atë që në psikologji quhet mendim kritik. Që do të thotë? Do të thotë që ata nuk e shohin më koshin e plerave si një portal magjik ku gjërat zhduken. Ata nisin të kuptojnë konceptin e ripërdorimit. E shohin që materialet kanë një cikël fizikor, që vijnë nga natyra dhe, nëse i ndajmë si duhet, rikthehen në diçka të dobishme. Në vend që të përfundojnë si helm për tokën. Pra fëmia kupton mekanizmin e shkakut dhe pasojës nga një moshë shumë e vogël. Pikërisht kjo e bën kaq të fuqishme si çësje edukative. Ata rriten me bindjen se veprimet e tyre lën gjurmë të prekshme. Pra, çfarë do thotë e gjithë kjo në një tablo më të gjerë? Se keni folur shumë për kuzinën. Por burimet kalojnë te një term tjetër, paksa të papritur. Ata përdorin fjalën patriotizëm. Aty theksohet se patriotizmi fillon edhe nga kujdesi për mjedisin. E di që mund të tingëlloj pak e fortë si fjalë në këtë kontekst specifik. Të them të drejtën, po. Jemi mësuar të dëgjojmë fjalën patriotizm në fjalime politike apo me flamurje ushtri. Si lidhet dashuria për vendin me një kosh plerash? Pse e bëjnë këtë lidhje burimet tona? Nëse lidhin këtë me tablon e gjerë, patriotizmi në thelb është dashuria dhe respekti për hapësirën e përbashkët. Çfarë është një qytet i pastër? Është një komunitet më i sigurt, më i shëndetshëm? Është ajo kontrata e pashkruar sociale mes qytetarëve, domethënë. Tamam. Kur i mësojmë një fëmijë të mos ndot, ne në fakt po rrisim në qytetar që nesër do të kujdeset për rrugët, për parqet, për sigurinë e lagjes së tij. Ata e kuptojnë që hapësira jashtë derës nuk është e askujt, por është e të gjithëve. Ky është ai patriotizmi i përditshëm. Jo me fjalë të mëdha, por me një shishe plastike të hedhur në vendin e dur. Fips, brezat e ardhshëm meritojnë një botë më të mirë, dhe siç e theksojnë materialet, ajo botë ndërtohet lagje pas lagje, duke nisur nga prindrit brenda në shtëpi. Dhe ky është ndoshta vizioni më frymëzues për ta përmbyllur këtë diskutim. Mesazhi kryesor që duhet veçojë nga burimet, që sinqerisht është shumë lehtësues, është pikërisht kjo shprehje. Planeti nuk ka nevojë për disa njerëz perfekt. Ka nevojë për miliona njerëz që bëjnë hapa të vegjël çdo ditë. Është një frazë vërtet fantastike, sepse fjalë për fjalë e heq presionin e të qenit perfekt gjatë gjithë kohës. Absolutisht. Nuk po kërkon njëri të bësh një heroi i mjedisit brenda natës, apo të jetosh me zero mbeturina.
Gjithçka fillon thjesht duke frymëzuar fëmijët tanë në shtëpi me ata hapat e vegjël. Dhe për t'i lënë ata që po na dëgjojnë me një mendim pak më provokues sot, kemi folur se si riciklimi redukton nevojën për materiale të reja. Por mendoni pak për këtë. Çfarë ndodh nëse lodrat, teknologjia apo edhe shtëpitë që fëmijët tanë do të shpikin në të ardhmen? Interesante kjo. Vazhdo të lutem. Po sikur ato të ndërtohen pikërisht nga materialet dhe burimet që ne si prindër po u mësojmë t'i riciklojnë sot. Plastika apo alumini që mbledhim sot nga ajo shishe e zakonshme mund të jenë fjalë për fjalë tullat e inovacionit të tyre nesër. Wow. Kjo mbyll mrekullisht. Trashëgimia jon nuk qenë ka vetëm një mjedis i pastër dhe kaq. Pas kemi në dorë t'u lëmë atyre vetë mjetet fizike për të ndërtuar atë të ardhme. E pra, mbrojeni natyrën sot për të ushqyer inovacionin e tyre nesër. Besoj se ja vlen vërtet ai sekundi ekstra te koshi i plerave, për këtë do nga ne. Tamam, është një investim i vogël me kthim të jashtëzakonshëm. Shumë e vërtet. Faleminderit që zbërthyem këtë temë kaq bukur bashkë sot. Ishte kënaqësia ime.